Unë të doja të flasim pak për operacionin e prokurorisë posaçme SPAK në qytetin e Vlorës. E hap si temë dhe rihap e ridiskutoj për të kuptuar më shumë, sepse Vlora për shumë vite ngeli e pagoditur nga institucionet ligjzbatuese, u duk sikur ato grupet le të themi të cilat kanë dalë në raportet e Ministrisë Brendshme që janë disa grupe aktive në atë qytet nuk kishin përdorur kurrë SkyCC. Sepse ne kemi parë që prej 2022 që në prokurorinë e posaçme, le themi homologët belg dhe francez dorëzuan komunikimet në SkyCC dhe në Kroçat u goditën një pjesë e madhe e le themi e qarqeve apo grupeve që kanë qenë aktive në përqarqe të ndryshme të Shqipërisë, ndërsa Fieri, Vlora, Gjirokastra duke sikur nuk e kishin përdorur, por ja që rezultoi që e kishin përdorur dhe goditja u bën në zonën e ujit ftohtë, aty ku sipas SPAK dhe hetimeve operonte grupi i Inez Hajrullës në bashkëpunim me Ervis Matodashajn, të cilët të dy nuk u kapën nga ana e policisë së shtetit, pra aty shkuan forcat të ndërhyrjes shpejt, shkuan forcat të tjera elit speciale, ndër më të mirat në botë, Renea për të bërë, pra për të le themi zbatuar urdhra arrestet e lëshuara nga SPAK, por ashtu si në çdo operacion tjetër, që ndoshta edhe me të drejtë SPAK-u ka ngritur shqetësimin, kokat nuk u kapën. Rexhepi, përse vonoi kjo goditje në Vlorë? Kjo është pyetja e parë. Përse operacioni nuk shkoi drejt finalizimit të plot për gjithë urdhra arrestet? Sepse u lëshuan 7 urdhra arreste, rezultuan që 2 ishin në burg dhe një policia dhe të tjerët kishin qarë ferrën, ta themi në zhargon popullor. Kishin qarë ferrën, e themi dhe kështu. U larguan se u njoftuan apo gjithkohës ruan dhe është e vështirë t'i kapësh? Kjo është një diskutim që hajde e bëjmë. Të dy alternativat janë fakt për të vërtetës, sepse unë nuk është se i takoj pjesë investigative, kam thënë dhe herë tjetër. Por informacionet i keni, diskutoni, analizoni. Absolutisht, edhe e para njërë gjykoj që në vlerësimin e situatave kam një arsyetim, le të themi, modest, pranueshëm. Problemi qëndron që e para njërë, kur po flisit për këtë çështjen e Sky Engros, sa du thoja që si punë e Covidit që kuptohet i ka zënë gjithë edhe në Gjirokastër edhe në Vlorë. Fakti që su goditën, gjithmonë këto janë dyshime, hipotezat. Ne i bëjmë një analizë për të kuptuar më shumë. Kujtojnë njerëzit se po japin kështu verdikte. Mund të jetë se zona operative e jugut kështu, le të themi bastioni kryeministit, le ta fillojmë që këtu. Na japin votat, gjithmonë dyshime, të jemi të qartë. Na japin votat dhe le të themi vonojmë dhe goditjen, sepse nuk e dim kur ka ardhur goditja. Nëse goditja ka ardhur herët, sinqerisht le për dëshiruar dhe grupi i punës, ndoshta kanë dhe ngarkesë, se po thuhet që ka ngarkesë. Po ke ngarkesë tash thirrje një 4 vjet me vonesë, ta them unë, kështu që nga momenti që kanë ardhur përgjimet e SkyCC. Pra, që po them 2022, llogaritë 2026, 4 vjet. Që i kam pasur aty le të themi këto përgjigje. Kanë ardhur në gjuhë tuaj apo kanë ardhur në shqip se pështroj dhe unë pyetën tash. I kanë, janë në rregull me atë. Nuk është se kanë një punë të madhe, sepse në 2024 goditën këta. Goditën të 2025, po në 2023 goditën. Goditën gjithandej. Këtu vonuan. Kështu që pikërisht pra, këtu pastaj ngelet për të parë vonesa, sepse vonesa ka të bëjë, le themi, krijon kohën e nevojshme për të krijuar një pasuri të caktuar, sepse një nga këta flitet që se dhe vetë grupi kishte edhe probleme me trafikun e armëve, trafikun e drogave të forta. Po. Ky Flodian Plaku, në mos gaboj, u akuzua edhe për vrasjen e Gentian Betas. E thënë ndryshe, për shembull, ky operacion, e para që të shtoj, kthehemi aty ku ishim, që kanë firot e veta. Te grupi që ndoshta shkoi për t'i arrestuar, por edhe masa sigurie të larta nëse flitet për një blok pallatesh që e posedon në pronë një individ ose një grup, atëherë jam i sigurt që masa ndoshta, dëgjoj, grupi i këtij niveli me këtë lloj pasurie se ka përgjegjë le të themi një lokala, në hyrje të Vlorës ta ketë në dispozicion thjesht për këtë punë, domethënë me 2-3 roje stacionare të veta. Thjesht po se këto autokollonat e Renes nuk është se nuk zbien sy, që të jemi të qartë, domethënë. Sepse
janë trupe elitare, kanë shenjat e tyre të veçanta, gjithmonë po marrim kështu firo të rastishme, nuk po marrim firo të brendshme, sepse mund të ketë edhe firo dhe edhe njoftime. Pra po themi që grupi kriminal mund të ketë përdorur 2 apo 3 vëzhgues të tij për të sinjalizuar çdo lëvizje në qytet. Jo në Kënete gjithandaj e dinë, ke një vëzhgues këtë dera aty ose në këto lagjet kriminale, le të themi, lagje kriminale, lagje që kanë ngarkesa që janë masmëria me gjëra, nuk mund të futesh dot kështu fare kollaj. I vjen njoftimi atij padrinës ose atë kryetarit lagjes, zonës atje që po hyn filan grup. Nëse aty është hyrë në qytet dhe ndoshta unë gjykoj, prapë dhe kjo që do them më është e vështirë në këto grupe, sepse rrezikshmëria është shumë e lartë të fikën koka kështu si kokë pule. Ndoshta duhet hyrë me rrjete agjentërore brenda, ndoshta një grup i specializuar civil do ishte shumë i mirë, po edhe atë vështirësisht është që të mos ta dallojnë, nëse janë në bastionet e veta. Këtu në gjitha këto që thamë përjashtuan më rastin e një dekonspirimi që është totalisht i mundshëm, sepse për këtë folëm dhe SPAK-u të ke pasur parasysh këto situata. Por kthehemi prapë tek vonesa ndaj grupit të specialistëve, nuk u them prokurorës, se besoj që ka pas një prokuror përpara dhe ka vonuar, që le themi që bëjnë grumbullimin e materialeve relatuese. Ata shqipi kanë, sepse s'ka si thjesht janë marrë mesazhet e shkruara shqip, edhe janë vendosur në të transkriptuara. Domethënë, shqipi kanë aty. Thjesht duhet të kuqizojnë. Ato mesazhet shqipi kanë shkruar. Atëherë na rroj partia, këta janë tanët, do luftojnë vetëm ballistës, e thash në kuptimin figurativ, të jemi të qartë, sepse s'ka zgjidhje tjetër. Nuk ka shpjegim tjetër. Domethënë e vonuan. Vonesa i ka gjitha pasoret aty. Jo, shpejtësia është rezultat. Shpejtësia është pak para, krimi në një vepër kriminale e shmangur, sepse faktikisht i ka dalë në evrasje, pra dhe kuptohet gjëra duan kohën e vetë, se ashtu rendimenti 100%. Nuk mund të ketë, nuk pretendojmë. Jo, ashtu i raportojmë. Ndalojmë një çik këtu 5 sekonda. Analizojmë. 5 sekonda. Kur njerë raporton disa shifra kështu skandaloze këta, dhe një nga përvojësuesët e këtyre anglezëve që na trajnonte ne për ekspert, tha, unë po të kem këto shifra më pret mbretesha kështu në pritje private, tha, thirrem kështu nominalisht. Pjesa tjetër është që nëse raportojmë zbulimet dhe i mbledhim me ngjarjet e pazbuluara, del shifra më shumë se 100%. Pra gënjejmë ke zbulimet. Nuk e di a thash qartë. Ke zbulimet janë, le të themi, 7%. Në prokurori ke kthyer 50% për zbulim autori dhe vajti shifra 120%. Po, do të thënë me këto të xhaxhit, tamam, Evangeli çik mentaliteti, sepse me thënë drejtën një pjesë janë edhe të kozë. Unë nuk kam komplekse kështu, sepse le të jenë të kujdo kohë, rëndësika që të jenë profesionistë mirë.